Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në ditën e sotme për të ndarë ngjarjet më të fundit dhe në fakt për të analizuar momente të ndryshme të artistëve shqiptar. Që kur ishi në Big Brother, do të ndaloj tek Mateo dhe tek Gimbo, krijuan një shoqëri shumë të mirë. Krijuan një shoqëri që realisht dukeshte që nuk do të kishte krisje. Do me thënë ishte shoqëri shumë e bukur. Dy djemt kalonin shumë mirë, ishin jashtëzakonisht të lidhur me njëri tjetrin, ndanin shumë kohë bashk, kalonin super mirë. Por që në momentin kur dy të dashurat, do me thënë në këta anë Selina dhe Brikena, unë po jam duke analizuar ngjarjen tani pse ka ardhur kjo gjë, patën krisje me njëra tjetrën, si që duken çunat pak disi u prekën, u ftohën, edhe pse në fakt përbetoheshin që do t'ishin miq shumë të mirë edhe jashtë asaj shtëpisë. Në momentin që produksioni nxori një video, kinse Selina dëshironte që të jetë e dashura e Mateos dhe kinse Mateo dëshironte që ta bën për vete Selinën, që në atë moment Gimbo u prek jashtëzakonisht shumë. Dhe unë Gimbon më nuk e pash në studiot e televizionit Top Channel dhe konkretisht nuk e pash në studion e Big Brother VIP Albania. Dhe normalisht pikpyetjet ishin shumë të mëdha, pse nuk është Gimbo, pse nuk e mbështet Selinën, çfarë po ndodh në raportin e tyre, si janë gjërat, do me thënë si është marrëdhënia e tyre, kishte pyetje nga më të ndryshme, me pyetje që në fakt na bënin kurioz të gjurmojmë më tepër këtë shoqëri, nëse mund ta quajmë. Pas përfundimit të Big Brotherit, do me thënë doli një lajm që në after party të dy çunat kanë patur krisje të vogla, do me thënë kanë patur diskutime, mos të themi debate, por kanë patur diskutime. Gjë që në fakt më njëherë u alarmua që nuk ishte si lajmi vërtet, përkundrazi fansat të tyre filluan që të nxjerrin dhe video që Gimbo dhe Mateo kanë kaluar një kohë jashtëzakonisht të mirë. Pas përfundimit të Big Brotherit, edhe pse Gimbo në fakt tani duhet të jemi të sinqert, nuk është se ka thënë ndonjë gjë për Mateo, nuk është se ka folë në për të gjitha intervistat që Gimbo ka qenë prezent, gjithmonë ka qenë i qartë me veten e tij dhe nuk është se ka ngritur ndonjë dyshim apo ka folur keq për personazhet brenda asaj shtëpie. Por kjo gjë nuk ka mbetur pa u diskutuar. Ditën e djeshme, nga një hulumtim që në fakt u bën nëpër rrjetet sociale, u kuptua që Gimbo, Mateo dhe Selina kanë fshirë njëri tjetrin nga Instagrami. Ky ishte një lajm në fakt shumë i madh, për çfarë arsye marrëdhënia u shkatrua kaq shumë. Unë mendoj që krisja mes kësaj shoqërie nisi që në momentin kur Selin, në këtë rast do me thënë, pati një lloj konflikti me Mateon në finalen e madhe. Mateo goditi Selinën, ofendoi Selinën dhe do me thënë kishin një lloj konflikti mes njëri tjetrit. Ky konflikt i cili në fakt i ngriti më shumë gjakrat mes Selin edhe Mateo. Mendoj që kjo është arsyeja që Mateo do me thënë fliste për Selinën, normalisht që kishte dashur ai ta fitonte çmimin e madh, por qasjen e kishte shumë të ashpër kundër drejt Selin, gjë që Selina e ka shprehur në fakt të gjë si shqetësim realisht që nuk e prisja që kjo gjë do të ndodhen dhe mendoj që kjo ishte arsyeja që shkatroi këtë marrëdhënie që në fakt unë prisja që të ishte një marrëdhënie jashtëzakonisht e bukur jashtë. Do me thënë çuditërisht më duhet ta them, nga ky format nuk po marrim atë që ne duam, ne deshëm që të shohim personazhe të cilët kanë vërtet një bagazh shumë të bukur, do me thënë personazhe që kanë ruajtur shoqërinë e tyre, të shohim edhe çiftet jashta Big Brotherit duke kaluar jashtëzakonisht mirë, por ta heqësh sot në ditën ku ne jetojmë, ta heqësh njeriu nga Instagrami, do me thënë ta fshish nga Instagrami, kjo nuk kupton që ti ke bërë një lëvizje shumë të vëmendshme, sepse sot Instagrami është një dëshmi reale dhe mendoj që është
një dokument i joti, është dokumenti me të cilin ne identifikohemi sot. Dhe në qoftë se ti mua më ke heq nga Instagrami ose unë ty të kam heq nga Instagrami, në kupton që do me thënë marrëdhënia ka përfunduar aty më dhe nuk ka kthim pas. Sot në ditët ku ne jetojmë fatmirësisht apo fatkeqësisht është Instagrami ai i cili në fakt zyrtarizon shoqërinë, marrëdhënien qoftë edhe në çifte, do të thënë burrat martuar të ndarë, marrëdhënie të vazhdueshme apo jo, do të thënë zyrtarizohen me fenomenin Instagram. Dhe pikërisht kjo gjëja ka ngritur një lloj shqetësimi shumë të madh tek fansat, të cilët janë duke alarmuar dhe duke pyetur se cila ka qenë shtysa që e ka marrë këtë vendimin Matteo. Për shembull, Brikena, siç është e dashura e Matteos në këtë rast, në për të gjitha intervistat ajo fliste me fjalët më të bukura kundërdrejt Selinës, që ka patur një raport korrekt, që ka patur një raport të sinqert, që do të thënë nuk kanë patur krisje mes njëra tjetrës, dhe çuditërisht Matteo del me këtë faktin që Selina i ka marrë vendin. Unë besoj që Matteo tashmë është i prekur në aspekt tjetër, se Matteo di shumë bukur që Selina nuk ka qenë më e votuar se ai për ta fituar këtë Big Brother, por unë mendoj që e gjitha kjo zënka që Selina e mori në personale, në natën e Prime-it, unë mendoj që ka qenë një mini debat i vogël i cili ka qenë adresuar kundërdrejt produksionit të televizionit Top Channel për t'i dhënë një lloj mesazhi që unë e di, e kam pa fotografinë jashtë, nuk ishte Selina më e votuar, por isha unë ai më i votuari, dhe ndoshta kjo gjëja ishte një lloj keq kuptimi që Matteo dhe Selin nuk kanë patur mundësinë që ta sqarojnë këtë gjë. Mendoj që me Gimbo nuk është se ka ndonjë gjë, në këtë rast Gimboja është duke mbajtur hatrin e gruas së tij, hatrin e Selin, dhe mendoj që kjo marrëdhënie për një kohë jashtëzakonisht të shkurtër do të rregullohet dhe do të jetë në nivelin aty ku ne në fakt duam ta shohim këtë marrëdhënie, në nivel të bukur. Unë i uroj të gjitha të mirat, realisht Gimbos, Mateos dhe Selin, gjithashtu dhe Brikenës. Unë do kisha dashur që kjo trio të na dhurojë vërtet emocion, të na dhurojë vërtet dashuri dhe të jemi sa më pranë tyre në momentet më të bukura të tyre dhe të ndjekim rrugtimet e tyre tashmë qoftë artistike, por edhe private. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe, ne do cilëm të gjitha ngjarjet që kanë të bëjnë rreth artistëve shqiptarë, rreth jetës së tyre, rreth gjithçka që në fakt na rrethon, dhe më pas do t'i komentojmë, do t'i analizojmë, do t'alarmojmë për to, por edhe ju keni të drejtën tuaj që të shprehni mendimin nëpërmjet komenteve që ne i kemi të hapura për ngjarjet dhe situatat që po ndodhin në Big Brotherin që kaloi, por edhe në jetën e tyre. Ne takohemi sërish së bashku, vazhdoni na ndiqni me subscribe.